Fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hijshme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Gjeni mbërriti në kishë të dielën në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një nate të tmerrshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. "Çfarë duhet të bëj?" e pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë të rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i ligë e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigaili e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një lugin malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvënë mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigjja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mjerisht, pastori i Gjenit i tha asaj të shkonte në shtëpitë e burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Gjenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.